Mirë mëngjesi për juve në studio, mirë se po takohemi edhe sot, po lajmërohemi nga fshati Dumnic e Poshtme, nga komuna e Vushtrisë, e këtu kemi ardhur me që kemi marrë një ankesa i përket mungesës së ujit. Është zotëri Ramadani që ka adresuar shqetësimin e tij nëpërmes telefonit, ne kemi ardhur me trajtu nga afër dhe këtu bashkë me zotëri Ramadani me cilin do të zhvillojmë një intervistë. Faleminderit shumë i nderuar që ke zgjedhur emisionin ton të adresosh problemin tënd përmes telefonit. Ne kemi ardhur me trajtu nga afër, nëse mundesh më na tregu pak më shumë keni reduktime të ujit, as keni hiç ujë fare, se si gjindeni në këtë pjesë ose si furnizoheni me ujë? Faleminderit për juve që keni mujt me orë, keni gjithë kohë me orë. Shumë faleminderit. Na ujë s'kena heq. Cevat janë të gjitha, po ujë s'kena. Po është e kanë shuë, është që kjo ma hollë që kënjena nuk ka ujë heq. Që se bëhet dhe qysh me në pruve dhe neve, këna pas dëshirë. Është numër i madh i banorëve që janë në një mungesë të tillë të ujit, edhe që presin pra që me ardhë ujësielsi edhe në këtë pjesë? Është kogja i madhë, por mi 30 shtëpi janë, që ma shumë koshën, sakta se gjithës, por mi 30 shtëpi janë. Keni adresuar shqetësimin e juaj tek organet kompetente dhe cila ka qenë përgjigja që e keni marrë, se kur do të vijë tek ju pra edhe ujë edhe kur keni me u kyç, po menoj në rrjetin e ujësielsit? Këna lajmërua, ka thonë po edhe ju keni me pas, atjerë shuët të nësë së orë, së kumë. Ka ndonjë afat kohor se kur ka me ndodhë si proces, ose ju shton diçka e tillë, ose ka mbet diçka në gjysmë për me u punu edhe ma shumë? Jesh, nuk dina kur, s'na kanë caktu kur, veç ujë s'kena, kryesorja. Po mendoja, ju ka thonë që në muajt në vijem, ose në ditët në vijem, prandaj po... Në fillim ka pason, kryesori, kur të tëlshoj, komi qitë dhe të pumpa, e lëshoj krejt, që në së orë, a kanë gjitë në i pumpa jetë, në ujë s'kena kësoj dhe, që të bëgët se di. Kemi informacione se ka mbet diçka në gjysmë edhe i duhet me u kompletu, me u punu edhe ajo pjesë që me ardhë dhe të ju pra me u kyç edhe ju në pjesën e ujësielsit, ose nuk e ki këtë informacion? Dhe në bazë banorëve tjerë, në çka keni mujt me dëgju? Tësh, kur e kanë pa enë fillim, është kuhe më për 20 vjetë, i kanë pashti sevat, anena. A e dhjeshtë shumë përpjede se bove, dhe që ka jenorë sevat, por nuk është e mund me kalu ujtë, ka jenë sevat asaj, që bohet, më kopë kësojde, është të rinë maj mirë, maj përshtatshëm, s'ka problem, sa në zotët hesë. Në rast se vazhdon një situatë e tillë edhe për një kohë caktuar, çka mendoni me ndërmarr në këto 30 shtëpi pra në kaq banor sa jeni për me bën një zgjidhje pak më të shpejtë, u themi për vete? Veç ndolshëm krejt për që tuhet, që ajo potencioni jonë, ujë s'kena, rrugën e potje qysh është, në fillim atje ke po në apet, që tash po është atje, u mshel ceva, e kanë mshel ceven, tash ujë në ka shkën e ujtë për pjetë nuk shkën, për delë në asfalt atje, për prishtë asfaltën, dimnët në rijet asfaltit në ty për në ndollëm. Për nga je, me konë me në shtinë për linej sejës atë, dëshira ju. Faleminderit shumë, zotër Ramadan, që ndave këtë shqetësim tëndin edhe këtu në këtë intervistë. Sigurisht që si emisioneve do të mundohemi që të marrim një përgjigje nga komuna e Vushtrisë, por edhe organet tjera kompetente, pra për të parë se në çfarë procesi është krejt kjo çështje pra e ujësielsit këtu në fshatin Dumnic e Poshtme pra për këta banorë. Po pra, falenderit shumë Blerina, falenderojmë edhe bashkëqytetarin edhe ekipin për cjellës dhe shpresojmë që kjo reportazh do t'i kanë tek autoritetet në komunën e Vushtrisë